Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30. Sure El Qaria, zbritur në Mekë, ajete 11. Përmbajtja e sures El Qaria. Kjo sure e flet në mënyrë të përgjithshme për ringjalljen, fjalitë dhe fjalët e përdorura në ajetet e kësaj sureje janë rënqethëse dhe goditëse. Bëjnë që njeriu të reagojë, gjithashtu njeriu këshillohet në mënyrë të qartë dhe të shpejtë. Më pas, si përfundimi ndan njerëzit në dy grupe, një grup që veprat e tyre janë të rënda, në peshoren hyjnore, si dhe shpërblimet e tyre janë të gjithanshme, kanë kënaqësinë, mirësinë dhe mëshirën e Allahut. Veprat e grupit tjetër janë të lehta, peshojnë pak, ata kanë si ndëshkim xhehenemin, zjarrin e nxehtë dhe përvolues. Emri i kësaj sureje është El Qaria dhe është marrë nga ajeti i parë i sures. Mirësitë e leximit të sures El Qaria. Për mirësitë e leximit të sures El Qaria është i mjaftueshëm vetëm hadithi i Imam Bakirit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ai që lexon surën El Qaria, Allahu i madhëruar e ruan atë nga fitneja e Dexhalit, si dhe nga besimi ndaj tij, e mban larg qelbit të xhehenemit. Ajetet nga 1 deri te ajeti 11. Bismillahirrahmanirrahim. El Qaria, mal Qaria, wama adraka mal Qaria. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit, gjëmimit tmerrshëm. Ç'është gjëmimi i tmerrshëm? Kush mund të ta shpjegoj ty se çfarë është gjëmimi i tmerrshëm? Atë ditë njerëzit do të jenë si fluturat e shpërndara, kurse malet si lesh i shprishur, sa i përket atij veprat e mira atë të cilit do të rëndojnë në peshore, ai do të ketë një jetë të kënaqur në xhennet, e sa i përket atij veprat e mira atë të cilit nuk do të rëndojnë në peshore, ai do të ketë si strehim humnerën e xhehenemit. Kush mund të ta shpjegoj ty se ç'është humnera e xhehenemit? Ajo është një zjarr i vrullshëm. Komentimi. Ndodhia e gjëmimit. Te këto ajete që përshkruhet kiameti, së pari thuhet gjëmimi i tmerrshëm. Ç'është gjëmimi i tmerrshëm? Kush mund të ta shpjegoj ty se çfarë është gjëmimi i tmerrshëm? Fjala El Qaria vjen nga rënja e fjalës El Qaratu dhe ka kuptimin përplasje një diçkaje me një diçka tjetër. Përplasja është e tillë sa që për shkak të saj dëgjohet një zhurmë e madhe. Edhe çekiçit i thon El Miqraatu, sepse godet dhe përplaset. Gjithashtu çfarë do lloj ngjarje të rëndësishme dhe të vështirë e quajnë El Qariatu. Mundësia tjetër e pranisë së kësaj shkronje është sepse i drejtohet profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e çfarëditi se ç'është ngjarje e vështirë dhe tronditëse. Në këtë mënyrë qartësohet fakti se kjo ngjarje është aq shumë tronditëse sa askush nuk mund ta përshkruajë. Shumë komentues kanë thënë se El Qariatu është një prej emrave të kiametit, por nuk e kanë qartësuar nëse ky interpretim flet për përgatitjen për kiamet, sepse kjo botë do të goditet, dielli dhe hëna do të errësohen, detet do të shpërthejnë. Atëherë, nëse është kështu, përzgjedhja e emrit të kësaj sureje për këtë ngjarje është arsye e qartë. Mund të ketë si shkak edhe stadin e dytë, ringjalljen e të vdekurve dhe një program të ri në botën universale. Interpretimi me fjalën goditje është për shkak se në atë ditë zemrat goditen nga frika, tmerri dhe trishtimi. Ajetet që kanë ardhur më pas kanë pasur disi ngjashmëri me ngjarjen e shkatërimit të botës, disa ajete të tjera kanë ngjashmëri me ajetet e ringjalljes së të vdekurve, por nëse konceptojmë si një trup i vetëm, shikojmë se mendimi i parë është më i përshtatshëm, edhe pse në këto ajete të dy ngjarjet janë të përmendura njëra pas tjetrës, sikurse shumë ajete të tjera të Kuranit që flasin për kiametin. Mëtej duke shpjeguar atë ditë të madhe dhe të çuditshme, thotë atë ditë njerëzit do të jenë si fluturat e shpërndara. Fjala El Ferash është shumë si fjalës Ferashetu, shumë komentues atë e kanë komentuar dhe e kanë marrë me kuptimin flutur, disa e kanë marrë me kuptimin karkalec, edhe kuptimi jashtëm i këtij ajeti mund të komentohet nga ajeti 7 i sures El Qamar, që njerëzit i krahason me karkalecat e shpërndar sepse kuptimi i fjalës sipas fjalorit është flutur. Sido që të jetë krahasimi bërë me fluturën është sepse fluturat zakonisht hidhen si të çmendura në zjarr dhe digjen.
Gjithashtu edhe punë këqit e hedhin veten e tyre në zjarrin e xhehenemit. Ky koment është i mundshëm sepse krahasimi i bërë me fluturën flet për një moment të veçantë, sikurse është habia dhe të folurit për qartë që në atë ditë përfshin të gjithë njerëzit. Edhe nëse fjala el ferash do të ishte me kuptimin karkalecat, është një krahasim i lartë përmendur sepse shumë shpend kur duan të nisen në ndonjë vend të caktuar, udhëtojnë në grup, përveç karkalecave ata nuk ndjekin në grup një rrugë të caktuar, por secili lëviz për hesap të tij. Lind dhe një tjetër pyetje, kjo endje dhe habi, tmerri dhe frika në atë ditë, është për shkak të ngjarjes së tmerrshme të asaj dite, pra fundit të botës apo të fillimit të kiametit? Përgjigjja e kësaj pyetje bëhet e qartë me atë që u tha më lart. Mëtej Allahu i Madhëruar flet për disa cilësi të tjera të asaj dite, kurse malet si lesh i shprishur. Fjala ihni ka kuptimin lesh i ngjyrosur. Fjala el menfush vjen nga rënja e fjalës nefeshe. Me kuptimin zhvillimi i leshit, zakonisht leshi shpupuritet me mjete të veçanta. Më lart tham se sipas ajeteve të ndryshme të Kuranit, malet janë të parët që lëvizin në atë ditë, më tej përplasen me njëri tjetrin dhe bëhen shkrumb dhe hi. Kështu si përfundim, malet e bëre shkrumb dhe hi ngrihen në qiell. Në ajetin që diskutuam, ato i krahasojnë me leshin e shpupuritur. Leshi i shpupuritur do të ecë me një erë të fortë dhe prej tij vetëm ngjyra do të shihet. Kjo do të jetë faza e fundit e shkrirjes së maleve. Ky interpretim mundet të flasë për ngjyrat e ndryshme të maleve, sepse malet mbi tokë kanë ngjyra të ndryshme. Sidoqoftë, kjo fjali dëshmon se ajetet e mësipërme flasin për stadin e parë të kiametit, pra për stadin e shkatrimit dhe të shembjes së botës. Më pas flet për stadin e ringjalljes së të vdekurve, si dhe ndarjen e tyre në dy grupe, atyre që veprat e tyre të mira u peshojnë më shumë, do të kenë një jetë të kënaqshme, sa i përket atij veprat e mira të cilit do të rëndojnë në peshore, ai do të ketë një jetë të kënaqur në xhennet. Grupi tjetër që nuk i rëndojnë në veprat e mira do të ketë si vendbanim xhehenem, e sa i përket atij veprat e mira të cilit nuk do të rëndojnë në peshore, ai do të ketë si strehim humnerën e xhehenemit. Kush mund të ta shpjegoj ty se ç'është humnera e xhehenemit? Ajo është një zjarr i vrrullshëm. Fjala el mewazinu është shumë si fjalës el mizan dhe ka kuptimin mjet peshe. Kjo fjalë në fillim është përdorur për peshat materiale, por më pas kjo fjalë u përdor edhe për matjen dhe peshën e veprave shpirtërore. Disa komentues besojnë se veprat e njeriut në atë ditë vinë në formën e trupit që të mund të peshohen, me të vërtet ato peshohen me peshoren e veprave. Gjithashtu është dhënë edhe një tjetër mundësi komentimi që peshohet edhe vet libri i veprave, nëse në të ka veprat mira, ajo është e rëndë, e nëse jo, ajo është e lehtë ose pa pesh fare. Po, me sa vërehet, nuk ka nevojë për këto justifikime sepse fjala mizan ka kuptimin peshore dhe nuk cilësohet vetëm për një lloj të veçantë peshoreje, por përfshin të gjitha llojet e peshoreve. Në një hadith lexojmë prijesi besimtarëve dhe imamët e tjerë janë peshoret që peshojnë. Kur e pyetën Imam Sadikun, paqja e Zotit qoftë mbi të, për kuptimin e peshores, ai u përgjigj: peshorja është vetë drejtësia. Në këtë mënyrë, ekzistenca e ligjeve të drejtësisë hyjnore dhe e personave të drejtë janë krahasime që njerëzit u atribuojnë veprave të tyre. Pra pesha e tyre është në sasinë dhe masën që ata mund ta krahasojnë me të ngjashmen e saj. Është e qartë se kuptimi i peshës së lehtë apo të rëndë nuk ka të bëjë me peshën e vetë peshores, por ka të bëjë me vetë peshën e gjërave që me to peshojmë. Gjithashtu interpretimi i fjalës mewazin në këtë rast është cilësuar në numrin shumës. Është për shkak se evlijat e vërtetë dhe ligjet hyjnore janë vetë një prej peshoreve. Nga e kaluara ndryshueshmëria e cilësive dhe veprat e njeriut kërkojnë që secila prej tyre të peshohet me peshore, po ashtu shembujt dhe peshoret e peshës të jenë të ndryshme. Raghibi në veprën e tij Mufradat thotë se fjala mizan në Kuranin e shenjtë ndonjëherë përdoret në numrin njëjës dhe ndonjëherë në numrin shumës. Në rastin e parë flet për personin që merr në llogari, që është Allahu, një, ndërsa në rastin e dytë ka për qëllim dëgjuesit. Disa komentues kanë thënë se fjala mewazin është shumë si fjalës muzun dhe ka kuptimin e vepër që peshohet, ndaj të qenit i rënd apo i lehtë në peshë, ka kuptimin e të qenit i rënd apo i lehtë i veprave dhe jo i sasisë së kilogramëve peshës. Sigurisht që përfundimi të dyjave është një, por nga anë apo mënyra të ndryshme. Interpretimi i fjalës aishatun radie, jetë e kënaqshme, është shumë tërheqës, i cili arrin kuptimin për jetën me plot mirësi dhe me plot qetësi të banorëve të xhennetit në ditën e kiametit. Ajo jetë është aq e kënaqshme dhe tërheqëse sa që duket sikur vetë jeta është e kënaqur, ndaj thuhet merdije,
për të theksuar më shumë kohën e shkuar se sa të tashmen. E gjithë kjo mirësi e madhe është e veçantë për jetën e ahiretit, botës së përtejme, sepse jeta e kësaj bote sado e begat e me mirësi të jetë, apo sado e sigurt dhe e kënaqshme të jetë përsëri në të gjendën shkaqe pa kënaqësie. Jeta në ahiret përmbush të gjitha kënaqësitë, pëlqimet, qetësinë, sigurinë dhe popullata është e sigurt. Fjala në fjalin fa ummuhu hawiya ka kuptimin nën. Ne e dim se nëna është vend mbrojtje për fëmijën e saj, fëmia mbështetet te nëna kur është në vështirësi, si dhe qëndron pranë saj. Edhe në këtë rast flet për faktin që këta mëkatar, që në peshorin e tyre nuk kanë tjetër veç mëkatit, kanë si vend mbrojtje zjarrin e xhehenemit. Mirë për ata që kanë xhehenemin si vendprehje e mbrojtje. Disa të tjerë thanë se kuptimi i fjalës në këtë rast ka për qëllim të tregoj megz, trurin, sepse arabët trurit të kokës i thonë ras. Prandaj kuptimi i ajetit bëhet ata i hedhin, i fusin në xhehenem me kokë, por ky mendim është i dobët sepse ajeti në vazhdim e çfarëditisë që është ajo nuk do të kishte kuptim të rregullt. Fjala hawiye vjen nga rrënja e fjalës huje me kuptimin rën apo rëzuar. Ky është një prej emrave të xhehenemit sepse mëkatarët bien në të, rëzohen, hidhen në të, po ashtu është shenjë treguese për sa i përket thellësisë së xhehenemit. Nëse fjalën në këtë rast e marrim me kuptimin tru, atëherë fjalën hawiye do ta marrim me kuptimin rënje. Komentimi i parë është më i drejtë dhe më i përshtatshëm. Fjala hamiye vjen nga rrënja e fjalës hema dhe ka kuptimin forcë e nxehtësisë. Fjala hamiyetu në këtë rast tregon nxehtësinë e jashtëzakonshme të zjarrit të xhehenemit, sidoqoftë kjo fjali pyet se çfarë diti se ç'është hawiye. Hawiye është zjarr djegës, përvolues. Kjo thekson faktin se dënimi i kiametit dhe i zjarrit të xhehenemit është gjë e pakonceptueshme për të gjithë njerëzit. Hulumtim, mjetet e rënda të peshores së veprave. Padyshim që vlera e të gjitha punëve të mira dhe mirësive nuk është e njëjtë, ato ndryshojnë shumë nga njëra tjetra. Në transmetime të ndryshme të fesë islame është folur për veprat e mira, por to flitet shumë dhe konsiderohen si mjetet e rënda të peshores së ditës së kiametit. Gjithashtu ndër të tjera kemi hadithin e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, që thotë: komenti i fjalës la ilaha illallah tregon njëshmërinë e Allahut dhe asnjë vepër nuk pranohet pa këtë fjalë. Kjo fjalë është devotshmëri që rëndon peshoren e veprave në ditën e kiametit. Në një hadith tjetër të Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, përsa i përket njëshmërisë së Allahut dhe profecisë së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thuhet: peshorja e peshave që merret si thënie e shehadetit është e lehtë në vetvete, por kur në të vihet shehadeti, dëshmia se nuk ka Zot tjetër përveç Zotit një, atëherë ajo rëndohet. Në një hadith të Imam Bakirit, paqja e Zotit qoftë mbi të, apo të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë: në peshorin e veprave nuk ka gjë më të rëndë se sa të dërgosh salavate për Muhammedin dhe familjen e tij. Në vazhdim të transmetimit thotë: ka persona që në ditën e kiametit janë të vendosur në peshorin e veprave të tyre, veprat e tyre janë të lehta, ata më pas dërgojnë salavat për Muhammedin dhe familjen e tij, më pas veprat e tyre rëndohen. Në një hadith të Imam Bakirit, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë: kushdo që pamjen e jashtme e ka më të mirë se sa brenda vetes, në kiamet veprat e tij do të jenë të lehta. Këtë diskutim do ta mbyllim me një përmbledhje të shkurtër të fjalëve të Selman Farisiut, që në të vërtetë është përmbledhje shpalljes dhe sunetit. Dikush për të ofenduar Selman Farisiun i tha: kush je ti dhe çfarë je? Nuk e vler ti? Unë e ti, të dy, kemi qenë vetëm një sperm me pisët. Fundi im dhe i yti nuk do të jetë tjetër vetëm se vdekja. Në kohën që do të vi kiameti dhe do të vihen në peshore veprat tona, ai që do të ketë më tepër vepra të mira të rënda, do të jetë zotëri. Kush ka vepra të lehta të këqija në peshoren e tij, ai do të jetë i nënçmuar dhe i lig. Ju përgjigj Selmani: O Allah, rëndoje peshoren e veprave tona me dashurinë për profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. O Allah, të futesh në rrugën e veprëmirëve nuk arrihet vetëm se me mirësinë dhe dashurinë tënde. Na ndihmo në këtë rrugë. O Allah, zjarri i xhehenemit është përvolues. Ne nuk e kemi fuqinë për ta duruar. Na e shuaj zjarrin e xhehenemit me ujin e mëshirës tënde. O Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.